Sipas informacioneve paraprake, një person identiteti i të cilit ende nuk është bërë i ditur, ka shkuar në banesën ku jeton ish bashkëshortja e tij së bashku me vajzën 15 vjeçare. Në banesë ai ka gjetur 2 meshkuj të tjerë. Menjëherë ka nisur një konflikt verbal dhe më pas përleshje fizike mes palëve. Burri ka lënë mjetin e tij një fuoristrade bardh tip Porsche në mes të rrugës kryesore të bulevardit në zonën e Astirit, duke shkaktuar kështu kaos në qarkullim. 2 personat me të cilët ai u konfliktua dyshohet se kanë pasur marrëdhënie me ish bashkëshorten e tij, por nuk përjashtohet as mundësia që konflikti të ketë përfshirë edhe vajzën e mitur. Megjithatë, kjo mbetet për t'u verifikuar. Policia ka ndërhyrë për të ndaluar përplasjen dhe për të zbardhur rrethanat e ngjarjes, por deri më tani nuk ka publikuar një deklaratë zyrtare mbi incidentin. Hetimet vijojnë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.